Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i martë 2 dhjetor 2025. Dashi. Periudha e mirë për të ngritur iniciativa pune edhe me synimin për të ardhmen, me pak dinakëri mund të zgjidhni një problem. Dashuritë e sapo lindura tani funksionojnë më mirë. Demi. Rruga drejt suksesit do të jetë pa pengesa dhe gabime. Tani aftësia për të rikthyer në lojë rritet dhe kjo vlen si për punën ashtu edhe për ndjenjat. Binjaket. Jepini hapësirë lajmeve profesionale. Ndjenjat janë më të mira, por duhet të kujdeseni për një njeri që nuk është mirë ose ka nevojë për ju. Gaforja. Tani është e mundur të zgjidhni një problem të vogël personal. Mundësi të bujshme karriere, keni ide fituese. Sot është e mundur të keni një takim të veçantë, mesazhe të papritura. Luani. Ju jeni më i butë, i ëmbël dhe me pasion, por dikush mund të vërë në dyshim se si ndiheni. Një projekt i ri mund të marrë shtyrje, por kërkon pak kohë. Virgjeresha. Do keni shumë gjëra për të bërë, por mos bëni asnjë përpjekje dhe mbi të gjitha sonte përpiquni të shmangni debatet në lidhje me paratë apo çështjet e pasgjidhura familjare. Peshorja. Sot nevojitet një farë kujdes. Optimizoni punën tuaj dhe përpiquni t'i jepni më shumë hapësirë dashurisë. Shpenzime të tepërta. Akrepi. Asnjë e re dhe horizonti nuk është i qartë. Emocionet mund të bëhen të rëndësishme dhe ju vetë së shpejti mund të merrni një konfirmim. Shigjetari. Energji në aktivitetin praktik dhe mundësi të mira fitimi. Nëse e kaluara është shgënjur, dashuria tani mund të shpengohet. Britsjapi. Një ditë nga ana juaj. Ka ardhur koha për të dëgjuar, shumë varet nga ngjarjet dhe rrethanat aktuale. Ujori. Mos nxitni debate me njerëzit përreth jush. Nga pikpamja psikofizike do të vuani nga një nervozizëm, nuk është faji juaj, dikush ju provokon. Peshqit. Nëse jeni i vetë punësuar, nuk ka pengesa dhe sigurisht që do të jeni në gjendje të shijoni përfitimet që do të vinë shumë shpejt. Kjo është dita e duhur për të pasur disa shpjegime. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.